O, TikToku! Apo qa më bën? Pa qa të bëjmë më për që? Qa është kjo? Pa qa është kjo më kjo është, zoti mod. Magjia e radhës. Opa. Ndryshku për qeft vetu. Po që është kjo me? Që është për kjo? Pompa benzinës. Gjithë ndryshk. Urna. Ndryshk gjitha ne. Ta shi supozohet që kjo pompa është ndru ky fitri që ka qaku fitri. Që ka fuska gishti. Ta shi supozohet që kjo pompa benzinës do të ndru në njerë, sepse shof që tubi është nxeh me çakmak këtu. Edhe normalisht tubi duhet të jetë i presuar këtu, sepse ky është tubi fabrikës dhe në momentin që ndrohet pompa benzinës, ndrohet edhe tubi bashkë me dy fashetat përkatëse që pompa të jetë sa më solide. Dhe fakti që është ndrysh tregon që karburanti ka pasur gjithkohës ujë dhe prandaj kemi dalë në këtë rezultat. Pra, Piaggio Beverly 300 nga viti 2011 deri në vitin 2019 është ky modeli këtu dhe ka një problem shumë të madh. Atëherë, serbatori i Piaggios nuk ka një vrim aerosje që ta aeroset. Dhe supozohet që gazet dhe benzinës, në momentin që benzina lëviz në serbator, ka një gaz të shtuar dhe për dal gazi nga ky motor, hapet tapa automatikisht. Në brendësinë e saj ka një valvulë të vogël, hapet dhe gazi i benzinës që serbatori mos fryhet del nëpërmjet tapës. Dhe ndodh ky fenomen, nëse kjo tapë konsumohet, sepse normalisht duhet ndrohet në paktën në 15000 kilometra, ç'a ndodh? Valvula e tapës nuk mbyllet, rrin e hapur dhe në momentin që bie shi, duke qenë se është një tapë horizontale, nga shiu ose nga lavazhi, ujti futet gradualisht këtu brenda derisa shkon në fund të serbatorit. Duke qenë se nga lëngjet ujti është lëng më i rëndë se sa benzina, automatikisht ai rrin në fund të serbatorit dhe pompa, duke qenë se mbështetet në fundin e serbatorit, automatikisht merr ujtin që është gjithmonë në fund, sepse benzina është më e lehtë si lëng dhe rrin në pjesën e sipërme. Ndaj me Piaggio duhet t'jeni shumë kujdesshëm ke pjesa e pompës benzinës, sepse ju lën motorin rrugë, nuk tërheq, fiket, nuk mban minimo dhe shumë faktorë të tjerë. Mekanikisht është e këshillueshme që në momentin që ndrohet pompa e benzinës, duhet ndrohet dhe sprutatori i motorit. Sprutatori i motorit është ky këtu, duhet ndrohet patjetër, duke qenë sepse çdo gjë, kemi thënë që çdo pjesë në motor është me kilometra dhe me orë pune, ndaj që çdo gjë duhet ndrohet në kohën e dur që mos keni probleme me servisin tuaj. Faleminderit.